E të dashur miq, jemi përsëri bashkë, ora tash po shënon 8:05 minuta. Erza më herët realizoi një intervistë ku në fokus kishte mbrojtjen e fëmijëve sa i përket fushës së sportit, njohja e të drejtave të tyre, identifikimi i rasteve në qoftë se u është mohuar ndonjë e drejtë ndonjëherë, kanë qenë të informuar fëmijët apo jo, e tash ne në fokus i kemi fëmijët të rinj, nxënësit të rinj, të cilët janë bërë pjesë e Institutit Atome, institut ky që ka bërë tashmë identifikimin e fëmijëve apo nxënësve atomistëve të rinj me inteligjencë të jashtëzakonshme, çysh është bërë kjo, çfarë testime është dashur që t'i kryen, çfarë mosha mund të bëhen pjesë e këtyre testimeve për inteligjencë më të lartë, e gjitha këto ne do t'i diskutojmë tash në studio bashkë me mysafirët, e që e kemi vetë drejtoreshën nga Instituti Atome Naime Hoxha, dhe po ashtu një atomiste të re, një nxënëse, Ada Gorani. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirë se ju gjejmë, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që ju kemi këto. Naime, po e filloj me ju, urime për ndryshe, po besoj që ka qenë një rrugtem, vazhdon të jetë një rrugtem i palodhshëm për juve, nuk po ndalen edhe, po vazhdoni me identifikimin e atomistëve të rinj. Çysh ka shku kjo fazë? Faleminderit Agnesa për urimin, po për neve është një moment shumë i veçantë në kuadër të ciklit, kur vim në momentin kulmor, kur identifikojmë grupin e fundit të nxënësve që kanë kalu në përkrejt procesin e testimit. Qysh e përmenda është një proces bukur rigoroz dhe kërkues dhe për vetë neve, mirë po në fund e mira është që e gjejmë ajkën intelektuale në Kosovë, pra i gjejmë mendjet ma premtuese të vendit tonë. Si proces është një proces bukur i gjatë, pra prej kohës kur e kemi shpall thirrjen në muajin tetor, ka qenë e hapur për një muaj dhe pastaj kemi vazhdu me mbledhje të informatave për nxënësit dhe kemi testuar mbi 600 nxënës në 7 rajonet kryesore të Kosovës, përfundimisht për zgjedhur gjithë ata që kanë rezultate 140 e sipër në të paktën 2 teste, edhe tash e kemi më në fund grupin e atomistëve, po këto është veç fillimi. Tash e tutje, normalisht këta bëhen pjesë e ekosistemit të atomit dhe përfitojmë prej shërbimeve dhe aktiviteteve që ne ju ofrojmë për ta. Për ne është moment shumë i veçantë dhe shumë i bukur i projektit. Dhe po besoj njëjtë qëndron edhe tek atomistët e rinj kur e kuptuan që u kualifikuan, u bën pjesë e atomit. Ada, ç'është po ndihesh? Shumë mirë po ndina, shumë u gëzova kur i pash rezultatet që janë pranu si atomiste. Ka qenë e pritshme për ty, e ke prit një rezultat të tillë? Ka qenë edhe pak e pritshme, po ende do me thonë vetës i kam thonë t'i pres rezultatet para se me u gëzu. Ada është 14 vjeçare, apo jo? Do të që është në klasën e 8. Kur e ke vrejt Ada që, apo kush e vrejti, po ari janë prindrit ata, apo ju vetë që jeni ndoshta pak më ndryshe, keni një inteligjencë më të lartë? Ka qenë të prindrit, ka qenë të nana, se dhe vlau jem ka marrë pjesë në atom, do me thënë ka kalu në teste, kështu që kur e kanë vrejt edhe të onë që onë e kam pas, do me thënë, aftësi për inteligjencë e tjerë, më kanë thënë edhe të me provu. Dhe nuk hezitove? Qështu do kënë testimet? Testimet, do me thonë, këto janë me logjik, nuk është që dush me mësu ndë një ekuacion apo diqka, kështu që kanë qenë vështira, po krejt me logjik kanë qenë. Është dashtë ko gjatë testit, me undal, me mendu, me bu zgjidhjer ma të mirë të mundshme? Po, është, do më thonë, që është thash, logjik, dush me mendu para se me edhon, do më thonë, përgjigjen, po. Dhe po besoj njëjtë, si kurse Ada, marën pjesë pra dhe shumë nxënës rreth 600, dhe në fund u identifikuan sa pritër? Total kanë marë pjesë mbi 600 nxënës nga anën Banë Kosova. Kjo është një gjë për cilën krenohemi. Ne synojmë që t'ja u japim mundësinë të gjithë nxënësve pavarësisht shtresës socioekonomike që i takojnë, pavarësisht gjinisë ose shkollës në cilën ata vjojnë mësimet, sepse inteligjenca nuk zgjedh komunë, nuk zgjedh familje, inteligjenca është e shpërndar një lloj në gjithë popullatën tonë. Identifikuam në total 30 atomist në fund, pra e thash është proces bukur rigoroz, gjysma vetë se nuk e kanë kalu fazën e parë, prej fazës parë në të dytën kemi pas rreth 300 nxënës dhe pastaj nga e dyta në të tretën gjysma asaj, mirë po ka nxënës që kanë kalu direkt
nga faza e parë në të tretën për shkak të rezultateve të jashtëzakonshme, edhe në fund kemi 30 sosh. Ne dëshira jonë është që kemi sa më Dhe këta të shumë. moshave të ndryshme, prej cilës mosh më të bën pjesë? Janë zënës të klasave 8 deri 11 për shkak se thirrja ka qenë e hapur për ta. Mirë po ne ofrojmë testime edhe për grup mosha më të reja, megjithatë target me cilët punojmë intensivisht dhe aktivisht janë këto grup mosha cilës i takon edhe ADA. Sa është mirë kur e vrem një inteligjencë të tillë, aftësi ndoshta edhe më të mira ose më shumë, që të dim ti trajtojmë këto, në këtë rast me prindërit e ADA-s, por edhe XY prindër të tjerë. Mendoj që është shumë e rëndësishme për secilin prind që të di aftësitë e fëmijës tij në mënyrë që të plotësojë nevojat edhe të ndihmojë atij ose asaj të arrijë potencialin. Edhe në nivel përtej familjes është shumë e rëndësishme për ne si vend, si shtet që të kemi këto dhëna për shkak se këta fëmijë përbëjnë për mendimin tim një aset njerëzor për vendin tonë. Shumë prej tyre nëse shikojmë ato mesat që janë përzgjedhur para 10 viteve, janë të mbi prezantuar në fusha akademike në Kosovë, janë të mbi prezantuar në persona që bëjnë botime shkencore dhe që janë profesionistë të fusha, dhe në atë sens mendoj që puna më e mirë që mund të bëhet është që secili nxënës që është me inteligjencë jashtëzakonshme të identifikohet dhe të ofrohen shërbime përkrahase, ashtu që inteligjenca atyre mos mbetet vetëm një premtim, po të shndrohet në kontribut real për shoqërinë. Pra këtu janë edhe disa prej sukseseve që ne mundemi pastaj me i pa. Disa histori suksesi që mundemi me u bazu dhe kanë marrë pjesë tek instituti Atom. Çka ndodhe pastaj me vllaun? Ka vazhdu vllau me institutin Atom, apo tash do thotë e ke edhe një mbështetje tjetër, po besoj krahas këtij rrugtimi? Vllau nuk ka kalu, po ai do me thonë unë ka tregu që nuk duna me u stresu, veç do me thonë me besu në veten kur vjen të teste. Do me thonë veç me mendu edhe mos më ungut. Ne theksuam që prindrit në këtë rast, po ka pas raste kur edhe mësimdhënësit, arsimtarët e kanë vrejt një dhunti pak më ndryshe të ty? Po, ka pas raste se unë do me thonë mësoj kam qef me mësu, dhe kam thonë, do me thonë që po vret që jam inteligente. Dhe e ndjen ndonjëherë vetëm më ndryshe se sa të tjerët? Po, veç s'kam qef me u duk kështu, kështë jam ma mirë se tjertë, se gjithkosh do me thonë, edhe nëse nuk je inteligent, i keni aftësi të juja, talentet. Ka talente, kanë aftësi, ndoshta në një fushë tjetër. Ku më tepër e sheh veten, në cilën fushë? Tek shkencat, diku tjetër, ku mendon me u fokusu pastaj tutje edhe në vitet në vazhdim? Qoftë me aktivitetet cilat i realizon e pastaj me institutet, por edhe jashtë institutet dhe jashtë shkollës. Unë do me thonë, kam qef me bu shumë gjëra, do me thonë jam në shkollën e muzikës, ndjeke që 7 vite, po jashtë asaj unë edhe kam marrë pjesë në gara të matematikës, kam zonë vende në OMK tjera. Do me thonë, i kam do me thonë disa zonë tjera që më dimon inteligjenca për. Po, dhe do të fokusosh pak të shkenca, pak të artë, ja? Po. Kjo është shumë karakteristike në fakt për nxënësit me inteligjencë jashtëzakonshme. Shpesh ekziston stereotipi që nxënësit me inteligjencë jashtëzakonshme janë të jetë fokusuar në shkencë. Kjo absolutisht qëndron për shkak të aftësive të jashtëzakonshme për të menduar, më së miri zbatimin ndoshta mund ta ngjejnë në fusha shkencore, mirë po paralelisht ne observojmë shumë atomistë të tjerë ngjashëm si ADA që kanë interesime ndoshta të papritura, kushtimisht themi në sensin që kombinojnë artet e bukura ose artet e muzikës me matematikën, me shkencën, që ndonjëherë shikim të parë mund duken kontradiktore, por në fakt nuk janë, dhe kjo është bukuria e të pasunit aftësive të jashtëzakonshme që mund të bësh gjëra në mënyrë të jashtëzakonshme në fusha të ndryshme që ti zgjedh dhe të pëlqejnë. Megjithatë, po besoj Naime nuk mjafton vetëm inteligjenca e jashtëzakonshme, ndonjëherë inteligjenca dhe mund të shkojë dëm nëse nuk ka punë, nëse nuk ka motivim, nëse nuk ka shtytje apo edhe përkraje. Çka tjetër u duhet edhe këtyre nxënësve, edhe vetë personalisht, po ndoshta edhe të rrethit? Patjetër, inteligjenca është vetëm një piknisje, pra është një premtim për një të ardhme e cila mund të jetë pozitive, mirë po asgjë nuk ndodh vetëm me inteligjencë, po thjesht ashtu ne
nuk do të kishim arsye të identifikonim fare. Personat me inteligjencë jashtëzakonshme ngjashëm sikur nxënësit e tjerë kanë sfidat e tyre, kanë sfidë për të motivuar në një sistem arsimor i cili nuk i motivon, kanë sfidë për të përzgjedhur çka ju pëlqen, kanë sfidë me shokët, shoqet dhe në atë kuptim duhet bërë jashtëzakonisht shumë punë me veten dhe me mjedisin në mënyrë që këta fëmijë të mund të arrijnë potencialin e tyre. Konsideroj që sidomos faktori se si ballafaqohen me sfidat edhe si ballafaqohen me dështimin janë determinuese për suksesin. Shumë shpesh këta mësohen me idenë që janë të suksesshëm, janë më të mirët në klasat e tyre, në shkollat e tyre dhe prandaj duke u avancuar duhet mësohen me idenë që edhe do të dështojnë edhe nuk do të kenë sukses dhe të mësohen si të ringriten pas atyre momenteve. Këtu kthehemi pak edhe tek inteligjenca emocionale, të ti me menaxhojmë edhe këto emocionet që i ndjem. I përmendet edhe institucionet dhe përkrojnë po ashtu dhe nga të tjerët mënyrën dhe nivelin arsimor që e kemi këtu në Kosovë, çka tutje duhet bëjnë këtë rast, sepse nëse edhe vendi përfiton nga këta të rinj që mund të udhëheqin vendin, mund të dalin, mund të kenë suksese, ne krenohemi në këtë fazë, po çka tutje qysh me i shtydirat? Fatkeqësisht përkroja nuk është as afër ku do duhet të ishte. Këta fëmijë meritojnë shumë më shumë se sa që edhe ne si ato mund t'ju ofrojmë. Prandaj me këtë rast është edhe ftesë thirrje për gjitha institucionet e gjitha niveleve që të kthejnë vëmendjen dhe të ofrojnë më shumë mbështetje dhe përkraje jo vetëm për projektin Atomi, po direkt edhe për këta nxënës, për shkak se nëse nuk bëhet një gjë e tillë, vërtet na shkon mendjet e ndrituna dam. Vërtet e kemi pastaj atë brain drain që po e quajmë, pra ikin personat me inteligjencë jashtëzakonshme sepse nuk gjejnë përkraje për zhvilluar aftësitë e tyre. Instituti Atomi me gjithë mekanizmat e vet mundohet që të ofrojë shërbime dhe aktivitete për këta nxënës, mirë po jemi goxha larg për të përmbushur gjitha nevojat e tyre. Kemi nevojë për përkrahje sistemike edhe për bashkëpunim më të thelluar me shkollat edhe me institucionet si në rrafsh lokale dhe qendror, në mënyrë që një ditë jemi në një pozicion ku gjithë mund të themi që jemi duke bë më të mirën dhe Ada bashkë me shokët e shoqet e saja kur zgjohet mëngjes dhe shkon në shkollë, ndihet më e përmbushur se sa mund të jetë tu ndje sot. Çka janë aktivitetet që zakonisht tash munden me i zhvillu tutje pas këtyre fazave të identifikimit? Po, Instituti Atomi në kuadër të aktiviteteve që ofron dhe shërbimeve synon që të përmbush nevojat akademike, socio-emocionale të atomizme, një farë forme të mbështes ata në gjitha mënyra që ata ta kenë më të lehtë arrin potencialin e tyre. Ne ofrojmë aktivitete të ndryshme, për shembull aktiviteti i parë që do të jetë kampi veror me gjithë atomistët e përgjedhur, pastaj fundjavave është Shkolla Plus, që është programi pasuruar i fundjavës, shtesë shkollës në mënyrë që këta të sfidohen dhe të eksplorojnë fusha akademike të ndryshme, ofrojmë bursa, pra ndërmjetësojmë për bursa shkollime në shkolla dhe universitetet të ndryshme, gjithashtu kurse përgatitore për tesis të standardizuara, mentorim nga profesionistët, këshillim psikologjik që është i domosdoshëm për rastet ku ka vështirësi me mirë përshtatje ose ambientim, edhe këshillim për orientim karrierë, sepse kur ke mundësi të jesh edhe muzikant edhe shkencëtar, e ke më të vështirë të zgjedhësh çka do të bësh. Prandaj targetojmë fusha të ndryshme, gjitha këto në funksion që këta fëmijë, këta të rinj të kenë mundësinë që të bëjnë verzioni më i mirë i vetes së tyre. Ada duhet të ndalem pak edhe tek kjo pjesa, meqense ne shkojmë me një kurrikul dhe shkojmë krejt për gjithë klasën, nuk do të thotë që dikush tash që është me inteligjencë më të lartë ose me inteligjencë e jashtëzakonshme ka me bëu diçka më ndryshe se sa të tjerët. Tash që përfundon në fakt edhe ky vetë shkollor, qysh po e ndjen veten që kemi u bë pjesa e Institutit Atomi dhe kemi u marrë me aktivitete tjera që ndoshta munden me qenë edhe më të përshtatshme për ty? Besoj që kam u kënaqur, besoj që shumë thënë dhe kam mësu, dhe domethënë kjo është veç një oportunitet shumë i mirë për mua edhe për moshatarët e mi, për me mësu për veten, për me mësu për karrierë, aftësitë e tjerë. Ne më herët të thamë që Ada patjetër nuk po don me u ndi diçka më jashtëzakonshme se sa të tjerët, as me i bë të tjerët me u ndi keq. Por çysh ka shku ora mësimore? Zakonisht është duke interesante apo ka qenë duhet me shku në shkollë? Ndonjëherë është për ne interesant se edhe varet prej arsimtarit që e bën orën. Po
ka edhe raste që nuk më duket diçka ku me ditë diçka. Po, do më thonë, që thash, kam u knaq me këtë institutin e Atomit dhe kam mësu shumë gjana që nuk mësojnë në shkollë, gjana që nuk mësojnë në plot kurse tjera. Po, e kuptoj. Dhe tash mundesh me qenë ndoshta edhe me qenë se je pjesë e institutit Atomit, ndoshta nuk do ta ndjesh nevojën që ta plotësosh diku tjetër edhe këtë pjesë të inteligjencës. Pret edhe me u kënaq, pret edhe me fitu edhe aftësi të reja, ndoshta edhe me njoh veten më mirë, ndoshta me pa ndoshta edhe atë shpirtin garus me të tjerët, me bashkëmoshatarët që po ashtu ka një inteligjencë të jashtëzakonshme. Ne më herët të theksuam që edhe prej moshave më të reja munden me u bë pjesë e këtyre testimeve. Për ata besoj mundet me ndryshu, po për prindërit cilët na shohin prej cilës moshme e pas një vëmendjen edhe ma tepër të ta. Vlerësoj që në momentin që prindërit kanë fëmijë, vëmendja atyre veç është aty. Megjithatë, kemi shumë kërkesa prej prindërve qysh në moshë të hershme. Ka raste kur na kontaktojnë në moshën 2-3 vjeç se kanë vretur që fëmijët e tyre janë më të avancuar. Është shumë gjë pozitive sepse është fakt që vrejnë disa karakteristika qysh në moshë të hershme të zhvillimit. Ne inkurajojmë që vlerësimet bëhet rreth moshës 5-6 vjeç. Instituti Atomi ofron këtë shërbim për fëmijët e moshave 6+. Kjo për arsye se para moshës 5 vjeç sidomos, konsiderojmë që është goxha sfiduese menaxhimi me kohën, menaxhimi emocional në kontekstin e testit për fëmijët dhe vlerësojmë që mund t'i penalizojnë në vlerësim. Megjithatë, gjithë prindrit që mund vrejnë që fëmiu i tyre është një fëmijë me inteligjencë jashtëzakonshme, sa më parë që e dinë është më pozitive, pra sepse mund atëherë të ofrojnë shërbime të targetuara dhe mund ta kenë fillimisht një qasje cila është më në përshtatje me aftësitë e fëmijët. Ndonjëherë fëmijët me inteligjencë jashtëzakonshme komunikimin e kanë shumë më të avancuar se bashkëmoshatarët e tyre dhe kjo prindrit i bën me harru që ata janë fëmijë në sensin e kërkesave ose bashkëbisedimit, prandaj është mirë të integrojnë të dyja qasje, ta kenë parasysh që e ka një fëmijë me inteligjencë jashtëzakonshme që i kupton dhe mendon në formë komplekse, po megjithatë vazhdon me qenë një fëmijë dhe ka nevojë për lojë, ka nevojë për relaksim edhe për vëmendje prindrore në kuptimin e afërsisë dhe emocioneve pozitive. Me publikimin e rezultateve ka dalë edhe IQ-a, do të thotë se sa një individ i caktuar e ka inteligjencën në këtë rast? Përse cilin, apo e dini vetëm jo, mund të dini të tjerët dhe... Nxënësit për vete e dinë rezultatin, mirë për rezultatit shpallin me kode, jo me emrat e tyre, në mënyrë që truajnë konfidencialitetin. Cila është inteligjenca më e lartë që kemi? Është mbi 150, nuk do ta saktoja me numër dhe po provoj me sqaru pse. Qëndrimi i atomit ose e para, këto dallime që mund të jenë në pikë janë krejt nuancale, vetëm një moment në test mjafton që një person ta ketë inteligjencën 155 në krahasim me diken 150 ose kështu. Gjithë këta është e rëndësishme që kanë inteligjencë të jashtëzakonshme, pra po flasim për top 0.2% e popullatës që janë në numër shumë pak, pra e thash 600 veta për të testuar, për të identifikuar vetëm 30, tregon sa sfiduese është me i gjetë edhe pastaj normalisht puna kryesore mbetet përkrahja e tyre. Edhe uroj që të vazhdoj kjo përkraje dhe kam edhe një pyetje të fundit. Me qenë se ka disa vjetë që funksionon Instituti Atomi, keni vrejt që ka rritje drejt njerëzve me inteligjencë të jashtëzakonshme apo po zbehet kjo pjesë? Nuk kemi dhëna të cilat do të mund jepja një konkluzion të prerë, mirë po çka ne po vrejmë viteve të fundit është që mostra që po aplikojnë të Atomi po shkojnë të u bë më cilësore, më kualitative dhe po duhet të testojmë më pak nxënës që gjejmë nxënësit me inteligjencë jashtëzakonshme. Rritje nuk do të thoja që ka, nuk pritet të ketë ashtu sa ashtu, po as zbehje në anën tjetër jo. Inteligjenca shihet si një tipar relativisht stabil edhe nuk pritet me pas ndryshime të mëdha. Nëse krahasojmë me para 15 viteve, po ka një dallim, tash është numri më i vogël, po megjithatë testet kanë ndryshuar, prandaj nuk mund të bëjnë një krahasim saktësisht. E kuptoj. Uroj që tash edhe me kampe verore, edhe me aktivitete të ndryshme të cilat do të jenë gjatë verës për adën, po ashtu edhe për bashkëmoshatarët e saj, me qenë sa më të mira, sa më atraktive, edhe me zhvillu tutje dhe aftësi të reja. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit edhe për kreditojet që i keni ndarë në intervistën e emisionit. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë, ishte kënaqësi të jemi këtu. Gjithashtu.
Faleminderit shumë. Faleminderit. Ndërsa ne tutje nga kjo intervizë do të kalojmë tek një material tjetër i cili është i përgatitur nga Fatjona dhe na tregon më tepër për shëndetjen e flokëve. Edhe pse ka tendencë ndoshta që gratë më tepër të shtyhen drejt kësaj fushë dhe të në fakt të kujdesen më tepër, të mendojnë për shkëlqimin, për zgjatjen, për rritjen e flokëve, por në anën tjetër edhe burrat veprojnë njësoj. Cilat janë disa elemente që përveç kujdesit, do të thotë përveç produkteve kozmetike, çka duhet me pas në tjetër kujdes, e kuptojmë të ashtutje në vazhdim.